ferma si ferm e lëbëve, e pulave, nashta edhe deleve, për çka e man atë? Nëse e man fermën e pulave me prodhu zëgj, me i rrit pak e me shit në treg, atëre kthyrën vlerën e pulave sa bojnë. Nëse ka për zë, për vo, nuk në interesojnë pula, interesojnë vot. Ata të cilët kanë ferma të ndryshme, të pulave, të lëbëve, ata e vlerësojnë sa kanë mall, vlerë të atyne pulave. Por para kësaj, neve në interesan ferma si ferm e lëbëve, e pulave, nashta edhe deleve, për çka e man atë? Nëse e man fermën e lëbë e pulave, mase është për pula, me prodhu zëgj, me i rrit pak e me shit në treg, atëre kthyrën vlerën e pulave sa bojnë. Nëse ka për zë, për vo, nuk në interesojnë pula, interesojnë vot. Të njëjtën gjatë tek ferma e lëbëve. A i ka lëpt fermën e lëbëve për mish, me shit mish, me majtë bi ka lëp me shit, apo i ka për me shit qumshtin. E që shumë ferma sëtë, në për Kosovë kanë për qumsht. Tamam? Nëse kanë për qumsht, apo e ka për veje, atëherë nuk në interesën neve numri pulave, nuk në interesën neve vlera e përgjithshme pulave. Mund të ketë 10.000 euro pula, mund të ketë 50.000 euro vlerë pulave. Se interesojnë këtu? Në interesojnë vetë, parat që nxjerr për veve. Sa i nxjerr, dhe shumën e përgjithshme mrena vitit dhe jep 2.500. Nëse mbese, sepse ato nuk jesen të tanat, ka mundësi edhe ka biznise tjera, ka mundësi nëse ka veç këta ka shpenzime, ta zamë nëse vetën 5.000 euro në mujtaj PV-ve, 5.000 euro PV-ve, 3.000 shkojnë hargjime, ose 2.000 shkojnë hargjime, mbesin 3.000. Dhe mrena një viti, se zeqatës jepet në mujt, jepet në vit, dhe mrena viti, nëse i ka rrit mesatare me pas para 20.000 euro në bank, shënim shifër 20.000, mirë, këqyrëm kusht ka bërq, thëtë vallaj me kanë bërq, se një 20.000 tjerë me kanë bërq, dhe 20.000 tjera me kanë bërq, mirë, këtë bërq të kanë të tjertë, a shpresen që ta lajnë, apo nuk ta lajnë, do ta lajnë, thë që të gjithë ma lajnë, shumë mirë, bashkan gjithë edhe atë, i bënëm 20.000. Thëtë po harrova, me tërgu se kam edhe një bërq dikuj tjetër, sa i ki 10.000, hiqe 10, në mbetën 30. Tash në 30.000, nxerë zeqatin 2.500. Njëtin gjatë të qumshti. Ndërsa, nëse kena në kokë, e kena për mish, atër këqyrëm në kokë, i kena të zami 2.000 pula, sa në bëjnë para neve, valla neve në bëjnë, nëse dojna me hek me shumicë, nëse dojna qëtu pula, që të ferën të lepëve, apo të pulave, nëse kena lepë për mish, pulat e kena për mish gjithashtu. Nëse po duam të likuidojmë mallin, e likuidojmë me shumicë zakonisht. Me fitu pak, për ju se me paki, sepse dënë me hek. Sa të bëjnë, valla bënë, për shambull bënë 100.000 euro. Atër kemi dhanë zeqatin e tu. Në gjaj shumë, është të fabrikat. Dikush mund të ketë një fabrik, ka maqineri, me vlerë 1 milion euro. Prodhon tekstil, prodhon mobile, prodhon gjysende, prodhon gjëra. Pse i ka maqineri 1 milion euro, nuk ja pas e cen zeqat. E jep zeqatin atë që ka e qetë në produktet. Nëse arrin shumën e zeqatit. Fë halem ndryshe, dikush mund të ketë një anije të madhe me $10 miliard anija. Po nuk jepëm në $10 milion zeqatin, se lyp atina, sa të qëtë anija. E ka mundësi qëtë më shumë, ka mundësi qëtë më pak. Dhe kështu më ra.